Këngëtarja Shkurte Gashi humb personin më të shtrenjtë. Këngëtarja e njohur e muzikës folklorike ka humbur një nga personat më të shtrenjtë në jetën e saj, baban e saj. Lajmin e trisht e bëri të ditur bashkëshorti i këngëtares, Albert Limani, përmes një postimi prekës në Instagram. Ai ka shprehur ngushëllimet e tij më të sinqerta për humbjen e madhe. Ngushëllime të sinqerta për këtë humbje të madhe. Kujtimi i tij do të jetojë gjithmonë në zemrat tona. Zoti në xhenet, Ramadan Gashi, babush, ka shkruar ai. Përveç fjalëve prekse, ai gjithashtu ka publikuar edhe një fotografi të përbashkët me vjerin e tij tashmë të ndjerë. Ende nuk ka pasur një reagim zyrtar nga vetë artistja për ndarjen nga jeta të babait. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.